Shkolla e mesme Sabasinani në qytetin e Pukës tashmë është gati për 15 shtatorë, ditën kur në bankat e saj kthehet gjallëria dhe zhurmat e këndshme që i kanë munguar shkollave tona prej rreth 3 muajsh. Kreu i shkollës Sabasinani, zoti Gjon Doda, bëri të ditur gjatë ditës së sotme se çdo gjë në kushtet infrastrukturore është gati, ndërsa këtë vit ka një interesim akoma më të madh për regjistrimin në klasat e 10-ta, pasi shkolla e drejtuar prej tij është e përfshirë në projektin pilot për zhvillimin e procesit përmes tabletave kompjuterike. Janë marrë gjitha masat që viti shkollor të fillojë normalisht. Këto ditë janë kushtuar me një përgatitjes lokale të klasave, ambientet të shkollës. Për këtë kemi bashkëpunuar me bashkinë, e cila na ka ndihmuar pavarësisht se ndoshta mungesë fondesh. Kemi arrit të lyjmë klasat gjitha, të bëjmë riparimin e rrjetin elektrik, të sigurim ndryshimin, pothuajse në gjitha klasat normal. Edhe po ishim që të krijojmë ambiente tamam me mini kabinete, domethënë, në mënyrë që të krijojmë ambiente sa më të kulturore në shkollë. Për sa i përket projektit pilot që kemi ne, sipas udhëzimit që ka dhënë Ministria e Arsimit, ne kemi përgatitur 2 klasa dhe jemi në pritje të ardhjes specialistëve të Ministrisë për të montuar aparaturat, të cilat do shërbejnë për dhënien e mësimit në të laboratore. Fillimisht, projekti do vazhdojë me klasat e 10-ta, lanë të gjuhës të huaja. Pastaj në dhjetor pritet që të fillojnë edhe lanë të biologjisë, kimisë, fizikës dhe të matematikës. Përfshirë në këtë projektin pilota ka ndikuar realisht tek rritja e numrit të nxënësve të cilët regjistrohen? Sigurisht që ka një interes më të madh, domethënë nga nxënësit nga prindërit, dhe kjo dhe këtë është pasuruar tek regjistrimet. Në vitin e parë aktualisht domethënë sot janë 70 nxënës janë regjistruar. Presim edhe nxënës të tjerë që të vinë, sidomos nga zonat. Ka dhe i kërkesë, domethënë, pikërisht për arsye të këtij projekti pilot, që zbaton në shkollën tonë, të vinë edhe nga zonat, nga Qelza, nga Iballa, po dhe nga zonat e tjera që kërkojnë të vinë në shkollën tonë. Shkolla Sabasinani është shkolla elite rrethit të Pukës, ndaj dhe këtë vit pritet rritja e mëtejshme e cilësisë, fal dhe mësuesve më të mirë në të gjithë rrethin që ka kjo shkollë, ndër të gjithë shkollat e mesme të Pukës.